në idenë që ne duhet me reagu si Evropian të shumanit, mos me reagu. Mënyrën e organizimit. E organizimit edhe të protestimit. Mos kemi keq kuptim. Manifestimi jo Nuk do që pa dilema që u dosh mu bo. Jo, se kontestova. Nuk ka dilema këto. Normalisht tash ka kryer pritshmëri më të madhe në raport me ato se çka është. Është hera e tretë për 25 vjet që Kosova po provon me vendos drejtësi me të kaluamën e vet. Është hera e tretë. Herën e parë, mos harroni, ka qenë tribunali ndërkombëtar për Jugosllavi. Ka vendos një mas, deri në një mas. Është vazhduar me drejtësi brenda Kosovës me mbështetjet e Oleksit dhe Tun Miku. Ja s'ka funksionu. S'ka funksionu, po ju ndenu numri më i madh i komandantëve të zonave. Dhe atëherë që për një dënim të morën për një çështje në ka dënim për herën e dytë, përveç nëse ka raste të reja. Që doli që këta që u dënuan në Kosovë, a kanë drejta pa drejtash. Po këta nuk po ballafaqohen me dhoma specializume. Tash edhe këta në Kosovë kërkush nuk po mbetet pe eksponentëve të lartë të luftës çlirimtare në Kosovë. Pa kaluar nëpër proces gjyqësor. Vërtet është. Gjithë komandantin gjyku. Tani kjo është ajo. Nëse këto tash për çka përsiti ky reagimi i manifestimeve, masë dëshmisë ndem sekretarit të shtetit. Mos harroni, zoti Ruben ka qenë këshilltar special i sekretarit të fundit të shtetit për 4 vjet e fundit. Ai ka qenë aktiv në administratë. Ai ka dëshmu me mbështetje edhe me leje qeverisë vet, është deklasifiku informacionin nga shtëpia e bardhë dhe ka deponuar dëshmi. Kjo krijon atmosferë manifestimi. Po hajde manifestoni si dëshmi atina o vëlla. Ta rrym bileçat standard. Ai ka dëshmu në një rast për diçka shumë serioze, shumë të madhe, shumë të vlefshme, ti dali bën manifestim vend që me rujt çat frym, çat atmosferë. Qatë mbështetje, mendimi jam, e kemi ullë, unë e përjetova, se kom pa në Prishtinë me tonë drejten. Përjetova, më sarra, 95% njerëzve në Tiranë, po pse duhet 95% njerëzve për Prishtinës me shku në Tiranë me manifestu? A o dash 90% më konë të Shqipnisë e 10% Kosovës. Qa ka fajnë këta Kosovës për atë punë? Ata mëse kishin qenë janë 90% kishin pak më shumë njerëz. Kena vaj se manifestimi, kur bot dikon, bot... Besom, zoti Aziri, që sentimenti njëjtë s'është atje, se as nas kishim dalë për i Deramën të ishën pozicion njëjtë. Jo, kush kishim, jo, këtu kishim dalë. Jo, bese s'kishim dalë. Jo, më kishim dalë. Tash kjo është temë tjetër, në esencë... Unë e përmenu vetëm... Ku me projtë e Deramën kishim dalë edhe vlerim Ja, sfidan unë dashtë avish me po parimin e drejtësisë barabart, na po vlasë vërtet, mos harroni. Çka ashtu u lumtu dhomat e specializuara, 650 raste në Kosovë. E qartë po s'po futemi këtu në thellësi të kësaj zoti Aziri edhe Ramave në bak. Pa u bë kjo për vota për ta marrë mbështetjen e përparim Ramës. Përparim Rama ka dalën, sekretari kryeqytetit ka dalë edhe në manifestime të tjera. Po, dhe në atë manifestim për ato u tha. Në cilin manifestim ka dalë? Këtu kur ka qenë. A ka dalë parin kur ka nisë gjykimi, e dini? Me 3 prill 2023 ka dalë? Jo, nuk ka dalë. Faleminderit. Ka themelu zyre për çështjen e trashëgimisë. A ka për vota ose si ka për vota? Unë besoj që përparim Rama ma shumë e ka solidaritetin sekretari kryeqytetit, edhe mbështetjen logjistike që e ka afru gjithmonë, edhe mbështetjen e komunës për me zyret veta. Ka shemi në zxedhe, ta shumë në shmeton që s'ka ndikim zxedhe, ka ma dyshi. Ky Rama i politikos e ka dilemën që Rama nuk është i LDK-s, ky Rama juj. Po Rama do të mendu... Jo, përsëris, edhe zoti Aziri këtë elektoratit këtë punë, asnjë vlerë nuk përçon lidhjes demokratike zoti përparim Rama, më vjen keq. Po si s'përvaz korrupsion këta e kanë nominuar për kryetar. Sot është hera e parë, lexova statusin e zotit Abdigjiku kryetari. Sot është hera e parë që një element rrugovist del në sipërfaqen nga zoti Abdigjiku. Vjen keq shumë. Cili është ai? Në jetë duhesh me pas durim diçka kështu. Kjo ka qenë motoja e zotit. Zotit Rrugova sa ka qenë zot. Domethënë, ky është elementi vetëm rrugovisti i Abdigjiku. Tjetër temu që ka pas prej kryetarit. Tash se kalova pi Ramës te Abdigjiku po mbran mend dhe e përmend. Kaloj edhe te Ramë, unë kështu e shoh. Kjo është përshtypja jeme. Apo kupton, domethënë, sepse LDK-ja në Prishtinë, kushtrim. Elektorati në Prishtinë është bazamenti, llapi, bazamenti është kjo pjesë e LDK-s, pra është votuesi besnik, është fanatik. Nëse është llapi, bazamenti i LDK-s atëherë përparim Rama po e përmbush ka një element. Unë besoj edhe diçka. Edhe unë besoj në diçka. Edhe unë po, tash pse është në kalim Prishtinë, apo është në Prishtinë? Prishtina është qyteti i Gollokut, Llapiano është përparim Rama. Edhe pak sonë por ta më do sa. Pas është Llapian? Pse Llapian Prishtinës kur do të thotë Llapian nga Londra. Prishtinë. Domethënë
me 9 nëntor nëse fiton zoti Preparim Rama, me 10